Sonin nga një fermer. Po nga kush? E bukur qeve? Po. Po se ka emrin? Jo, e jam e surprizuar. Po ai e ka bërë, Vini. Unë nuk besoj se mi shkon mendja atje. Këto tjerë do të më surprizonin, pak. Adi më shumë. Ati është me Olën, ç'puka me mua. Gjete të na filin kush asolli? Po pyete pra çfarë? Kam thonë mua ke çuar ti më thonë. Ta thallë ty këtë gjë? Po. Tu bëj shefin që ta dërgoj. Po, patjetër. Letër. Për ty. Për mua. Po. Zebe. E dashur Soni, nëse do të mësosh nga kush ka ardhur Trëndafili, të ftoj nesër për darkë private te vila nga fermerë që do të mirën. Nëse jeti do ta marr shpirtin. Letra, s'është gjë që duhet zbulohet, thoshte letra. E bëra unë. Soni është e dashuruar me Ilirin, është i qartë. Me dy persona që nuk kam pasur kontakt, me ty e vuaja si gjë. Edhe kjo do të thënë që unë më në fund arritet balancën, si thua, me të gjithë mua kjo më lumturon. Si unë me Kostanën. Jo, do të thënë që po i Ha më fal. e pra shumë, pak a shumë. Po ashtu i duket. Si kisha vërë? Besoj se ti pret konfirmimin e asaj me bëj gjë. Më zi po pres sa zhduk. Tjetër gjë duket tamam. Ilirin për shembull e di që kanë qenë disa njerëz tu i shkrihen. Nuk e besoj. Ti ke parë shkëndi në sytë Kam parë të shkëndijë. Dhe jam munduar që ti shuaj shkëndija atëherë pas here. se do të ruash Ilirin. Ilirin dhe jo vetëm. Ti kujdeset, nuk e di domethënë. Ha mora mirë, ke pak shumë. Sa po vuajnë. Aha, se ti bion. Kur ky është punë i jam unë. Është edhe Iliri. Sa frikë ke? Asi që unë beqërri. Pa bëj qik më do s'më do? Me do? Me do. Okej. Me do? Hajde more të puthi se kam harruar. Faleminderit. Soni, nuk e kam kuptuar akoma pse ka nevojë shumë herë për aprovimin e Ilirit. Nuk ishte them, sot ishte shumë e mërzitur, nuk e di pse. Të marrë atë presë. Që ma ka bërë mu. Si është melodia? Edhe pak, një pak si ke. Edhe pak? Njerë që po i vinin shumë këngë tashore mos na vjen këtu, se ai shumë ishte tu i vonë. Ka pru në i dron? Vërtet se s'më ke sjell dram me qera fjala. Zemër ku jeti, më thuaj ku jetati, Kjo jam unë. në shpirt pikove ti, Po unë po të mishi kokra, që ka ndodhë? dhja s'ka qkretë ti, dashuria, s'të lidi mezin ti. Po më rëvë zemra. E që kemi ridiskutuar së fundmi këtë marrëdhënien tonë 200 vjeçare on off. Po jam shumë e emocionuar. Nuk e prisja. Më ka lumturuar. Kështu shumë si një herë një kohë. Po pse s'vjen edhe vetë tash ai? Më fal, vetëm një pyetje kam unë, po. Se tani unë kam hyrë në fermë me statusin single. Unë nuk quhem më single tani që ta di. Do me thënë thjesht. Dëgjoj, për këto punë kemi Sarën. Jo. Po pse unë kur bëj shaka, më merret çdo gjë. Se ti je serioze. Po bëj edhe shaka. Shakat ka i serioze. Jo, ka të rënda. Bëj edhe shaka. Zemra bëhet flasim për Florin, po flasim për... Dhe kam gjetur ta pyes mes miliona njerëzve Ka një jam të përbashkët mes Flor Mumajesit dhe Floriana Galliut. Unë kam sjell dronin e parë në ferm, duke qenë se kam qenë tek formati, tek edicioni i parë. Ai ka sjell 300 të parët. Mirë, jeni përveç emrit. Përveç emrit, duam të dim se si ka Që jeni shkuar. çuna Flori. Duam të dim çfarë është bërë. Si ka shkuar. Si ka shkuar. Po këto janë gjëra private. Okej. Nuk s'kemi. Po, kalojmë ke Klodi. Kalojmë te Klodi. Tani nuk ka asgjë.
Doja vetëm, domethënë, të sqaroja gjitha këto janë gjëra në fermë, janë unë kam thënë edhe për Ilirën, domethënë që nuk kemi pasur E qartë. komunikim fare, pastaj ndodhi një miqësi, po asgjë romantike. Rrugtimi im ka qenë një rrugtim korrekt. Unë në këtë format u futa më shumë, shtysa ime shumë e madhe për t'hyrë në këtë format kanë qenë sfidat. Ajo ka qenë e para për mua, sepse më është bërë ftesa për reality tjetër, nuk jam tipi i debateve, nuk më pëlqejnë lidhjet romantike brenda formateve reality. Për mua, jo ti shoh, mos më keq kuptoni. Nëse po të qelloj duhuri brenda S'do dhe e përjashtoje. Nuk po t'ishte i duhur. Po t'ishte shumë, po nuk Po t'ishte Flori brenda, për shembull. E kishe kursy? Po jo më... Do e rishikoj. Ta kishin marrë. Po ta kishe marrë më holla. Moza e kollaboruar, jam e sigurt. Tani e di që do të bulosh shumë, po keni komunikuar mbasi ke dalë jashtë? Dhe po thoja që përveç Keni komunikuar pasi ke dalë jashtë? sfidave kanë qenë edhe pjesa e kafshëve tjerë dhe debate kanë qenë komplet në fund fare dhe më vjen keq, domethënë që shumë herë ndoshta edhe jam gjykuar për këtë pjesën, por për mua, siç e shikoja unë fermën nga jashtë, Bibla e fermës kanë qenë pikërisht këto që për Eros po flasim tani. Përmendë. Urdhë? Për Eros po flasim tani. Po për Erosin flet Moza. Jo, po ti derdhën 300 drona. Departamenti Mozës ai. Urdhë? Keni komunikuar, mos jep kohë vetes si të mendohesh. Keni komunikuar A ke bashkë? folur me Flor Mumajesin? Vetëm ke folur apo jo? Më pas. Që të shpëtoj? Jo. Jo. Sa keq. Jo po apo jo? Se besoj. Sepse pashë Jo, shka sepse janë takuar. Po jo, pra po jo. Nuk kanë folur sepse janë takuar. Po jo. Nëse unë e mora përgjigjen kur Sara të pyeti, ndërkohë që ti nuk e kishe mendoj që unë po shikoja, apo kjo është tjetër muhabet. Po më thoshte për njëri tjetër. E qartë, çfarë nondi do t'i vije eksperiencës në fermë nga gjitha që përjetove? Unë e thash në finale madhe dhe Arbanës që është një eksperiencë jashtëzakonshme, është shumë ndryshe nga brenda, shumë ndryshe shikohen gjërat jashtë. Kam parë shumë video në fakt kur kam dalë edhe ndoshta ka ndodhur keq kuptime, Në raport me shoqëritë, këto keq kuptimet janë sqaruar, i rikthyer raporteve, le të themi, të mira Jo, që ke pasur? këto keq kuptime ndoshta me ato që janë krijuar jashtë janë menduar si gjëra si simpati. Duhet kisha qenë pak më e prerë, jo kisha lënë shkas për aludime. Megjithatë, udhëtimi jot, pa diskutim që ka qenë i bukur, ke qenë një nga finalistët, sigurisht që ke qenë dhe pretendente për sa kohë ke qenë finaliste, për nga forma e jashtëzakonshme fizike. Unë nuk e kam pretenduar kur çmimin e madh, për arsye se e dija, domethënë që çmimi i madh kërkonte një protagonizëm shumë më të madh. Unë jam tip i tërhequr, asnjëherë nuk e kam pëlqyer këtë protagonizmin, ndoshta të imponuar, gjithmonë kam bërë një hap prapa kudo ku kam qenë, edhe në shoqëri gjithmonë kam preferuar të perfeksionojmë atë që di të bëjmë më mirë dhe në skenë, por në ambiente të tjera apo edhe në televizion nuk është se e kam preferuar këtë protagonizmin deri diku egocentrik, jo. Po kur dole jashtë, fillove të googullosh për veten këto portalet që kishin Jo, shkruar, shkrime, menaxhmenti im tregoi disa video që duhet t'i shikoja, nuk më erdhi mirë. Për disa gjëra që janë thënë nga mbrapa, ca etiketime, paragjykime, nuk më kanë pëlqyer fare. Për çfarë ke fjalën, për gjëra që kanë ndodhur brenda fermës apo? Po. Gjithmonë. Personazhe të caktuar? Gjithmonë. Ndodhen këtu mes nesh? Po. Sara? Jo. Unë kam thënë unë troç? Jo, nuk është Sara. Se ka thënë njëri këtu. Më ka ardhur keq për Mozën, që ka thënë diçka edhe në lidhje me ish-burrin tim, as më ka pëlqyer shumë. Pse që kam thënë për ish-burrin? Ke thënë që ish-burri im më ka zgjedhur për cica dhe vitet në të vërtet. Jo, këtë se kam thënë. Po, thënë. e ke thënë dhe e kam me video. Jo, unë mund të kam thënë që ky... Jo. Ky për propozimin e ri, ndoshta... Jo, për ish-burrin tim dhe u habita, ma Jo, nuk është imja, mos sa kam bo me ai. Unë di se që kam me... E t'i gjuam dhe kështë pikërisht e Jopja. Jo, unë mund të kem thënë për çështje rikthimi, është e vështirë. Jo, për ish bashkëshorë. Rikthimi mund tjetë e vështirë, po jo për
Për fillim. Kjo duhet jetë në teaser patjetër. Tani këto 3-4 ditët e Se jam fundit. out fare, se kisha 3-4 ditët e mendjen gjatë fundit ka gjithë qenë kohës, dhe po nuk është kështu, është në kështu fakt si unë me ish bashkëshortin tim ne kemi pas shumë që në fillim ne jemi njohur në Dancing with the Stars dhe në fakt fare atraksion nuk kemi pasur për njëri tjetrin nga ana vizive dhe ai ka rënë brenda pikërisht me karakterin tim dhe inteligjencën që ti nuk e ke vlerësuar kurrë. Jo, e kam vlerësuar unë, sepse ti më the krye dhel, pra edhe unë bëra vizatova dhe dhel për më poshtë, kështu që ca gjëra i kisha regjistruar mirë unë dhe më dilnin tek tuk, por ishin sporadike dhe nuk i vura shumë vëmendje. Por jam koshiente që ti di të ndash mirë, por nuk mjafton, duhet të turbullosh mirë. Ndaj. Më Dhe jetosh mjegull, zemra. Jetoj qik mjegull. Jeton shumë qartë. Thjesht mendoj që asnjëherë nuk e dashur realisht të ndash gjëra me mua, biseda shumë se unë jam ullur me ty dhe në biseda nuk më dëgjoje. Së dëgjoja sepse ti dije se ç'thoje dhe unë bëja sikur s'kuptoja, po unë e kuptoja se ç'thoje. Edhe mi bëje pyetjet ishin në posteriori, në për gjëra që kishin ndodhur. Edhe përgjigjet mund t'ishin për ato gjëra, unë s'isha e përgatitur, do me thënë, duke bëj gjellë dhe të më pyesësh për një gjë, një raport me shok që ka ndodhur përpara dhe s'jam e përgatitur dhe e kaloja, e shkaloja. Por je vërtet grua shumë e zgjuar, shumë e zgjuar, por kaq. Je grua shumë e zgjuar, femër shumë e zgjuar. Por duhet të kesh mjegull që ti jesh edhe më e zgjuar. Duhet të jesh pak budallaqe. Unë për vite preferoj qartësinë, unë gjithmonë kam dashur që ti je me qartë. Moti po ta bësh re, ka shumë re herë pas here ka dhe qartësi në jetë, mos atë mua më pëlqen të jem e qartë dhe të dihet edhe me kë kam të bëj. Unë s'jam afruar sepse të kam parë që ndan shumë mirë dhe me njerëz që ndajnë shumë mirë unë kam shumë frikë. Në fakt, Soni tha që nuk e ka pasur asnjëherë synim fitoren dhe asnjëherë. Ka shkuar deri aty për... Edhe me Zhakun një nga arsyet që u hëngra shumë keq është se mbrojta Soni, nuk kam mbrojt shumë veta këtu, lejt shton për mu. Se gjithmonë haj vetëm ato patkojt. Po, por nuk i qëndroj asaj gjës deri në fund, për shembull. I qëndrova deri në fund për ty. Jo, më kupto drejt. Nuk i qëndroje deri në fund, nuk ishe koherente. Do me thënë, qëndroje me mua, më mbroje, më ke mbrojtur të kam falenderuar jashtë mase, dhe pastaj shikoja video, gjëra që flisje, gjithmonë më godiset e pjesa e aparencës. Jo, së godisja ke pjesa e aparencës, kisha atë pyetjen që ma bën dhe ma e vërtetova dhe kaq. Dhe jam e çuditur dhe ta them publikisht, ktheu ke natyra jote se je shumë e bukur, kaq. Kjo është natyra ime, Moza. Ndoshta kam gabim atëherë, mendja ime.